Kush nga ju është më i çuditshmi? Se më duken aty se Marksi, Engelsi, Lenini. Është një foto që rrin të trekshëm në profil. Ajo është edhe Sandri kështu thot. Vërtet? Sikur, po s'ta ka thonë Sandri këtë Jo, nuk e ke, jo, nuk e ke. absolutisht. Se ashtu duket Shumë e thjeshtë, në mënyra se si jeni vendosur, gjithmonë tek ajo më ka çuar. Po. Ashtu jemi edhe ata. Edhe kush është më... Heronjë të socializmit. Heronjë të socializmit, që jeni ende gjallë. Po, që jemi ende gjallë. Dhe të rinë në shpirt. Të rinë në shpirt. Shiko, përgjithsisht njerëzit në shpirt të rinjan, plakën fizikisht, por në shpirt përgjithsisht njerëzit ashtu janë të... Mbeten të rinë, thuat, jo? Shpirti nuk plakët. Përgjithsisht njerëzit. Mbeten të rinë, kanë dëshira akoma kështu të reja. Kështu që kjo është gjë shumë e mirë, me thënë drejtën, po... Thash, si kur tulim pak dozën e urrëties, besoj dhe ishim bërë shumë më të mirë. Ka ndodhur ndonjëherë që ju të tre jeni zënë dhe s'keni fol? Që s'kemi fol? Ja. Debate kemi bërë sa dush, domethënë edhe duke ofendu njëri tjetrin për shembull, mirë po pastaj për 5 minuta pajtojni. Edhe një shok për kokë? Shok për kokë, nuk tani shok për kokë, unë shok për kokë. Shok është njëri që ti del, pi kafe ditë për ditë, takohesh ke lagja. Unë me Sandri me Reti nuk takohemi ditë për ditë. Qa thua, unë kujtoj se ju takoheni për ditë? Jo, re, për Sandri. Se rini bashkë? Jo, ne kemi se cili po, ne takohemi, nuk takohemi për ditë. Por në vitet që ne kemi kaluar, jemi shokë shkuar shokëve, vlezër. Domethënë, mendoj që unë do të gjendesha veç çunave në çdo moment nëse do kishim pasur një gjë të vështirë, një diçka patjetër.